deputete, çfarë do konsiderosh jo politik, teknik? Pra, me testa partisë ndan këtë punë. Nuk po flisja për testa partie. Nuk po flisja se ju, nëse do ju drejtojmë edhe juve që realisht ju thoni që jeni shoqëri civile apo jo. Po, ndërkohë që ju nga ana tjetër prisnit për krajin nga Sali Berisha kur vetë kandiduat ose u vetë shpallët për Bashkinë e Tiranës. Që keni monitoruar gjithë vizjet e patjetër, të gjithëve, patjetër. Shumë e vlerësoj shumë. Nuk do të thotë tesër apo jo. Po pra unë po të pyes, çfarë do thotë? Çfarë do thotë për ty? Dhe bëj shumë mirë, ti je me pushon shumë mirë, është gjuarësi. Po çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Ska lidhje, nuk po them për zotrin, ëh. Me gjithë respektin për ju ska lidhje. Për ndihmuar debatin. Për ta vjuar debatin në një udhë tjetër referuar të ndryshimeve. Kë do jetë, do ketë test që duhet të ta dash disa herë përgjigjen. Për ta vjuar diskutimin, themi tjetër si edhe më i qartë për publikun që na ndjek. Ju e përmendëm pak më parë që ministrat e ri shërbejnë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por pak nga dhënat që kemi ne, unë Arditi, procesi i integrimit të Shqipërisë paktën për vitin 2026 nuk është se ka ndonjë ritëm specifik, duket se u ka ngelur në vend. Dhe çfarë peshë mund t'japë ministrat e ri kur komponentin e avancimit të procesit të integrimit paktën gjithë dim që lidhet me drejtësinë. Pra, lejimi drejtësisë të veprojë e lirë. Ka dhe një raport në Bashkimin Evropian për këtë çështje. Nuk ka pasur si mbledhje për Shqipërinë. Ka pas vetëm mbledhje ditën e premte për Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe ka qenë raportim i ambasadorit Gonzato mbi situatën në Shqipëri. Asgjë më shumë sa i përket procesit. Atëherë realisht po bëhet një punë kolosale, nuk e di se si perceptohet jashtë pikërisht për të arritur këtë ritëm dhe për të shpejtuar, për nxituar akoma më shumë, jo vetëm nga ministrat, por edhe nga deputetët, nga gjithë stafi në komisione kudo. Unë jam vetë aty dhe e kam në kurizm, thonë za këtë gjë dhe po e shikoj vetë, jam duke punuar për këtë gjë, të gjithë si skuadër. Nga ana tjetër nuk ka asnjë mbyllje, ne kemi negociate të hapura, Këshilli i Evropës madje na ka përkrahur për sa i përket edhe reformës në drejtësi dhe po ta lë për pyetjen tjetër këtë, besoj se jo nuk ka lidhje me pyetjen tjetër, thjesht ideja është nëse bëjmë një krahasim me Malizi, duke qenë se të dyja vendet janë front runner. Pra, Shqipëria dhe Malizi të dyja konsiderohen si vende para që do bëhen pjesë e Bashkimit Evropian pas një periudhe shumë gjatë stagnacioni për mos zgjerimin. Malizi vijon të bëjmë mbledhje, e quajmë mbledhje teknike këto, jo politike. Koela, për, më themi, për kapituj të caktuar të cilat shkojnë drejt mbyllje, siç mbylli më të fundit stabilitetin financiar. Ndërkohë për Shqipërinë, nga janari deri ditën e premte nuk ka pasur si mbledhje. Mbledhja ditës së premte që bë, ishte vetëm një raportim i zotit Gonzato mbi situatën në Shqipëri. Pra, duke se ndërkombëtarët po shohin disi me skepticizëm mënyrën se si po veprojmë ne sa i përket puna konkrete. Nuk ka ndaluar në asnjë moment puna për këtë gjë. Domethënë rruga dhe qëllimi i misionit jonë është shumë i qartë. Ne nuk kemi ndaluar në asnjë moment. Se si e percepton më pas publiku është tjetër gjë. Nuk është publiku, është institucione ndërkombëtare. Për ta shpjeguar ndoshta. Nuk të gjë. Është servirur në publik ajo që punohet nga qeveria shqiptare, pra nuk është. Jo, varet se nuk ka ndaluar në asnjë moment. Zoti Koçi